Disa prej tyre i gjetëm në gjumë. Pasi u shyen mirë, mendimin e edukatorëve duket se gjumin po e bëjnë të qetë. Të tjerët pak më të mëdhenj kishin kohën e drekës dhe hanin me shumë kujdes. Ata ushqehen në grupe, na thanë kuzhinierët. Ky grupi është i dyti. Do të thotë parës kënë grupi 3 vjeçar dhe 4 vjeçar. Tash 4 e 5. Do të thotë 4 herë në ditë ha. Mjesi ha 2 herë, do të thotë një grup, edhe grupi tjetër më të mëdhej. Edhe në drek ha grupi vogël, do të thonë më të vajgjël, prej tjerëve deri në 4, edhe prej 4-ve deri në 6 hajnë grupi i dytë. Do të thotë që tash e keni grupin e dytë. 140.000 për ndryshe i kemi. Në kuadër të këtij institucioni është edhe edukatora që kujdeset për fëmijët me nevoja të veçanta. Ka një vit e gjysmë që punoj me fëmijë me nevoja të veçanta, kërkesa është tu ardhur çdo ditë më shumë, domethënë ka kërkesë më tepër. Fillimisht kam filluar me 2-3 fëmijë, po tash numri është në total 11. Ka vështirësi, po mbi të gjitha është kënaqësi të punosh. Kur i sheh rezultatet të fëmijëve. Ky institucion operon me 7 objekte edukative. 5 nga ato janë brenda qytetit dhe 2 objekte të tjera në fshatin Koreniz dhe Shishman. Rreth 620 fëmijë janë pjesë përbërëse, thot drejtori i institucionit parashkollor. Në këtë institucion parashkollor janë punësuar më afër 76 punëtor, si punëtor motër edukatore, motër medicinale, punëtor teknik tjerë, edhe staf administrativ. Normalisht kushtet e institucionit parashkollor Ganameti Tërbeshi janë mesatare. Mundohem që me këto kushte që farë në ofrojnë objektet, të mundsojmë një qëndrim solid. Normalisht të pasë parasysh se institucioni parashkollor joni prioritar ka çështjen e edukimit të fëmijëve, faza e parë e edukimit të fëmijëve, marrja e njerive të para, edukatorët, motër edukatorët, stafi i cili mirret me këto, marrin pjesë në shumë trajnime përpos edhe rikvalifikimit që bojnë përveç kvalifikimit që kanë. Kështu që mundohem që në bazë urnesave administrative dhe në bazë programit nga Ministria, nga kurikula për edukimin institucionet parashkollore, kështu që edhe me mundësimin e kushteve teknike të përafërta, mundohem që të krijojmë kushte minimale për qëndrim të rehatshëm të këtyre fëmijëve dhe për përfitimin e njerive fillestare. Ai po ashtu tha se kanë përfituar edhe donacione nga klubi Rotarian, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sistemin e ngrohjes qendrore dhe nga programi i organizatës Save the Children për fëmijët me aftësi të kufizuara. Çmimi për qendrim ditor të fëmijëve është 30 euro në muaj me 2 shujta në ditë, ndërsa për ata me orar të caktuara është pa pagesë.